Si përfundoi kosovari nga kjo situatë në këtë realitet? Nga Juventusi te kantieri i ndërtimit, kjo është historia e pabesueshme e ish futbollistit Qendrim Kamirajt, i cili është bërë viral në TikTok, pas një postimi ku tregonte ndryshimin e tij nga futbollist profesionist në punëtor ndërtimi. Në foto ai shihet duke u stërvitur te Juventusi me Cristiano Ronaldo, rreth 7 vite më parë, ndërsa në tjetrën me helmet pune në kantier. Videoja arriti mbi 12 milion shikime dhe 1.4 milion pëlqime. Cristiano Ronaldo sipas tij ishte një shembull i disiplinës dhe punës së palodhur, por edhe një njeri i thjeshtë që bënte shaka me të. Momenti kur Ronaldo e thiri në emër, mbetet një kujtim i veçantë për të. Por karriera e tij mori një kthesë të papritur. Pas 3 dëmtimeve të ligamenteve të kryqëzuara që i dhan fund ëndrrës për futbollin e madh dhe e detyruan të përballej me një realitet krejt ndryshe. Thotë se ishte në kulmin e karrierës kur gjithçka u shkatrua. Madje para dëmtimit të fundit kishte ndëruar se do ndodhte diçka e keqe. Vetëm pas 10 sekondash lojë, ëndra e hidhur u bë realitet. Pas shumë vështirësive, ai gjeti forcën për të nisur një jetë të re. U bë baba, gjeti paqen përmes familjes dhe besimit tek Zoti. Sot, Kamiraj punon si këshilltar për burime njerëzore në një kompani ndërtimi. Thotë se ka përjetuar diçka që pak njerëz kanë mundur ta përjetojnë, dhe se një mundësi e tillë nuk vjen dy herë në jetë. Sot, ai është trajner i FC Bikon në Ligën e 3 zvicrane dhe shpreson të rikthehet një ditë në botën e futbollit. Një histori frymëzuese që tregon se jeta mund të ndryshojë në çdo moment, por vullneti dhe besimi mund të rikthejnë gjithmonë më të fortë.